Ta shohim edhe motori. Ky është me 273-shi, 388 kuaj fuqi edhe 530 Nm tork. Që është amortizator me motor hidrauliku i ka ndryshe. Kanë pas lloj motorësh, edhe V6, edhe 4 piston që ka pas kjo shasi të facelifti, të 250-qa. Ajo s'ka e të fort në shqitje edhe pak si pa kuptim ka qenë. Këto janë motora shumë të fort, bëhen me gaz 100%, kjo s'është me gaz. Te versionet V12, 600-qin, 65-qin, kanë pas kamën 5G, kjo ka 7G tronic, më e mirë është kjo, se ka pas majt torkun e V12-ave. Pastaj ka pas 420 ose 450, me njëri motor të facelift është bu 450, edhe 320-qi, 350-qi me 3000-qin. Ka pas larmishmëri motorësh, ka pas 450-qin, që është pak me vogël se 4.7, më pak fuqi ka, 320 kuaj më duket. 350 benzin, fillim ka pas 272, pastaj kur është botë CGI më duket më shumë. 306, më ndoshta. Tani ta shohim dhe interiorin.